paktën në 20 vite sa jam në kuvend, nenin 73 të rregullores së kuvendit nuk e kemi ndryshuar asnjëherë. Dhe neni 73 flet për të drejtën e deputetëve në pikën 2 për të bërë pyetje, dhe neni thot nismëtarëve ose anëtarëve të Këshillit të Ministrave që kanë lidhje me përkliqjen. Ministri i Shtetit për Marrëdhënien Parlamentit është një prej anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe ka votuar projekt ligjin në Këshillin e Ministrave. Zotrote e ke qenë ca kohë në qeveri drejtuar nga Edi Rama në fakt, dhe për të vazhduar neni 73, ju ftoj që të dëgjoni prezantimin, ju të bëni diskutimet, është e kotë që harxhoni energji edhe pse po flasim për një ligj për eficiencën energjetike, se morët 30 minuta për pse u shty sanca nga tentja thënën. Energji e shkuar kot, po shqyr që opozita jonë ka këshill lloj hallesh, dhe këshill lloj hallesh paçi gjithmonë. Por sa i përket shqyrtimit, nëse doni të bëni pyetje, bujrum, bëni pyetje. Nëse jo, na lini të vijoj me prezantimin, sepse realisht nuk kemi energji për të humbur me ju në këtë pjesë. Faleminderit, zona kryetare.